ilaçe, ke provuar teknika të ndryshme që mund të bësh në psikiatr apo psikolog. Psikiatrit japin medikamente, psikologët klinik ndoshta mund të bëjnë diçka më tepër me ty, ndërsa psikologët thjesht të dëgjojnë situatën tënde. Pse nuk funksionon asgjë nga ato që ke provuar për të zhdukur ankthin edhe ataket e panikut edhe depresionin? Nuk varet nga ilaçet. Varet nga ty. Ilaçet dhe medikamentet trajtojnë vetëm pasojën, simptomën e ankthit apo atakut të panikut. Nuk trajtojnë apo ta gdhëndin burimin e problemit, ta largojnë burimin e problemit. Është një gjendje që është akumuluar së brendshmi. Është një gjendje e kulturuar në mënyrë të vazhdueshme për vite të tëra, të cilat nuk, sipas eksperiencës time me shumë njerëz, nuk e zhdukin dot medikamentet ankthin. Vetëm sa e vën trupin në gjumë të pushoj, dhe kur zgjohet trupi, ndoshta mund t'i kesh përsëri ankthit dhe atake paniku, sikurse ke 10 apo 15 vjet që pi ilaçe, apo 2 apo 3. E ndoshta në një fatlum ka 2-3 muaj që vuan edhe është aq fatlum sa shikon këtë video edhe kupton që nuk pas ka nevojë për medikamente për të shëruar, sepse përndryshe Zoti do ishte budalla nëse nuk do na kishte pajisur me mundësit me veglat brenda nesh për të rregulluar jo vetëm ankthin, por çfarë do lloj problemi shëndetësor, në çfarë do lloj dimensioni. Nuk e kam fajin unë që juve nuk e keni mësuar fuqitë dhe aftësitë tuaja njerëzore apo hyjnore duke shkuar në atë drejtim të gjithë bashkë. Programi Get Release që unë kam krijuar nuk përmban medikamente, nuk përmban kimikate, përmban dije, njohuri, praktika sistematike, të cilat ndihmojnë që brenda 2 javësh ti të shikosh rezultatet e vetja jote. Rezultate të dukshme, jo vetëm ti, por edhe familjarët e tu që vuajnë bashkë me ty, edhe njerëzit apo miqtë e tu që nuk të takojnë sepse ty të vjen turp të dalësh jashtë sepse ke merak sa mos të identifikojnë që ke ankthe të tjera. Edhe ndihesh keq me veten, edhe ndihesh i gjykuar. Të gjitha ato probleme, trupi jon e ka zgjidhjen për ta rregulluar, për ta zhdukur dhe azgjësuar. Ky është programi Get Release shpirtëror, energjetik, rigjenerues, i fuqishëm, gradual, i shpejt. Kështu që kur keni kaq shumë vite që vuani me ankth, me depresion, me atake paniku, dhe nuk i shijoni momentet tuaja me familjen, me gëzimet, me arritjet tuaja të jetës tuaj, mos filloni të më ankoheni është i shtrenjtë programi. Kur ke vite që mundohesh, nuk shijon jetën tënde, ke harxuar shumë para deri tani dhe s'ka asnjë zgjidhje, mos u ankoni për programin Get Release që është i shtrenjtë në momentin që juve gjeni zgjidhje për 1 apo 2 muaj. Sepse ky është një program individual, i suksesshëm mbi të gjitha, me vlera jo vetëm për të kaluar ankth dhe depresionin, por përmirëson komplet shëndetin si një të tërë. E ku ma gjen këtë mrekulli sot në planet? Ky është programi Get Release. Sigurisht unë për këtë kam studiuar jashtë mase shumë edhe praktikuar me shumë njerëz të ndryshëm për ta nxjerrë në pah edhe për ta lajmëruar publikisht këtë program. Vajte tashmë 6 vjet që merrem intensivisht me njerëz që vuajnë nga këto probleme, me mbi 200 raste të gjithë pa dështim, të gjithë të shëruar. Sot e kësaj dite, sikurse i keni videot edhe në Instagramin tim këtu, videot me zonjave apo të djemve që kanë bërë programin dhe kanë treguar se për sa kohë janë bërë mirë dhe sa kohë kanë vojtur, edhe tani po nxjerr edhe videot për si janë mbas kaq vitesh, 5 vite, 4 vjet, si janë ata tani, si ndihen sot. I ke videot të profili im. Si ndihet Vjolca pas 3 vitesh, si ndihet Adelaida pas 3 vitesh, si ndihet tjetri pas 4 vitesh, pas 1 vit e gjysmë. Kjo që juve të kuptoni që programi Get Release funksionon, ja vlen çdo sakrificë apo investim, se është për jetën tënde, edhe nuk merresh më me këtë problem. Edhe për gjithë jetën tënde ti je i pajisur me disa vegla dhe praktika që çdo herë që mund të kesh një luhatje emocionale apo anktioze,
ti e di se çfarë duhet të bësh, sepse unë ti kam mësuar të gjitha ato. Kështu që e ke në dorë vet, nuk e ka në dorë ilaçet, sepse ilaçet i ka prodhuar njeriu, ndërsa trupin e ka prodhuar pafundësia e inteligjencës. E të ka dhënë të gjitha veglat aty. S'mundet ilaçi të bëj punën e Zotit. Zoti ka dhënë veglat e trupi jonë. Ne aktivizojmë atë inteligjencë që trupi të luftojë vetë problemin. Për 2 javë shikojnë rezultatet. Kështu që ju lutem, keni zgjidhje dhe ju lutem. Nëse nuk ju duket programi i përshtatshëm apo është i shtrenjtë, mos filloni të më argumentoni jo është shtrenjtë, jo nuk është shtrenjtë, është fukarallëk mendor. Kur ne kemi një staf të dedikuar vetëm për ty, kohën që jetit e qendra Braman nuk ka njëri tjetër, është individual, i personalizuar, ne vrasim mendjen, të japim ty ushqime që duhet i hash, sepse do të ndihmojnë rigjenerimin tënd. Është luks. Edhe është shumë i lirë për atë çfarë është. Është shumë i lirë. Kështu që nëse doni të vazhdoni të eksperimentoni me medikamente, se doni të kurseni disa para, vazhdoni. Për njerëzit që kanë pak më shumë dritë në mendje dhe kuptojnë kush është pesha këtu, janë disa para, apo është program shërimi im, atëherë reflektoni. Jo kam dhënë të gjitha faktet, njerëzit që flasin, jo kam vërtetuar këtë gjë ndër vite. Investoni te vetja juaj, nuk është shpenzim, është investim, se ke për gjithë jetën. E për gjithë jetën do kesh ti në kontroll, s'do të ketë ankthi ty. Ishte kënaqësi që ju pash juve ndjekësve që po shikonit. Ju uroj një ditë shumë të mbar, edhe mos harroni se çdo gjë e ke brenda teje. Thjesht zgjoje inteligjencën tënde, të trupit tënd. Ju përshëndes edhe një herë, një ditë të mirë. Mirupafshim.